A keni një që e rejnë ata vetën e vetë. Allahu Azze wa Jell është hakmarës. A di pse goditin ato, a di pse përgjakin ato. Nga se Allahu Azze wa Jell ka thonë Kurani Kerim, kush e akuzon një motër, një femër të ndershme, kush e akuzon derin e saj me sheriat, goditët me 80 goditje. Ata e kanë akuzu nanën e besimtarve, e akuzojnë sot e kësaj dite bashkëshortën të dashurën e pejgamberit Allahu i kanë ndëshku dhe do t'i ndëshkon të ditë e kiametin që ata ta goditin vetën e tyre. Allahu i ndëshkon ato dhe po i ndëshkon që ta goditin ato vetën e vetë, se e kanë prek nderin e më të ndershmës familjes pejgamberit ku Allahu Azze wa Jell e ka shfaqsu Aishën me ajetet Kurani Kerimit. Për këtë arsye ato s'kan haber as me din, e as me islam, e as me Kur'an, e as me sunet.